Radha e Beni tani në skenë. Hajde Castro, ti rock mission. Ben, sa vjeç je? 11. Bravo! I sakt, shumë shpirt i eger, s'paku në gitar, nuk po ta shoh shumë në fytyrë, po ndoshta ma vonë e zhvillar. Na knaqe, na dhe zjarë. Faleminderit shumë. Edhe unë do të thoshja se unë nuk po e besoja se po luaj e ti në kitarë. Sepse në qoftë se ti do ma shprehi edhe me fytyrë dhe me sy gjithat energji që luaj në përmëgishtat e tua, që ishte me të vërtet talentje, do të shioja shumë lojën tënde. Ta tha Adelina pak më parë që në fytyrë nuk ta parë, po shumë e rëndësishme dhe thelbësore që energjinë e gishtave ta kalosh në trup, ta përcjellësh edhe tek ne. Balli që e ka, sytë që e shprej, buzët që më kotë, mundojnë të afshenjë, po poezia. Vëton, ishte premierimi kjo, po këtu është për talenti. Nga gjithë. Je shumë dali talentuar. Ka shumë këngëtarë të mëdhenj në botë me vokale të jashtëzakonshme të cilën marrëdhënie me publikun e kanë të pllakosur ose të ftohtë. Kjo nuk i bën ata më pak artist, përkundrazi i kthen ata në legjenda. Edhe nga mua një po. Ben, edhe unë po të njëjtën gjë do vazhdoj të them si kolegët e mi, që në momentin unë kujtova se mos është vija melodike, karaoke, s'po e kuptoja sepse
duhet më jepje pak më shumë emocion nga vetja. Unë do doja edhe një herë regjia që ta luash edhe një herë pjesën. Jo pjesën, jo, mund të lozi diçka tjetër Diçka shumë të shkurtër. Një fragment të shkurtër, po Luaj çka dush Beni. më emocionuese. Hajde, jepi Ben. Woo! Marshi turk. Hamo Julia Bezni. Beni, më fal. A ishte marshi turk i Mozartit? A e ke mësu vet apo Kam mësuar ke ushtru turqin. me dikë? Bravo, 2 herë po nga. Bravo, bravo. Beni, po kitarë akustike luan, Jo shpesh. se thyet drasa, ke të drejtë. Po. Është më ashtu. 2 herë po tha Adelina, një po e madhe ime që i fshin të dyja po të Adelinës. Faleminderit. Dhe kur mua një po. Faleminderit.